Përshëndetje njerëz. Unë si mërgjimtar dua t'ju ofroj një pyetje sot dhe t'ju pyes cila është arsyeja që na Mërgata po e përkrahëm masivisht lëvizjet vetëvendosje dhe pikërisht liderin e saj Albin Kurtin. A është ndonjë projekt i caktuar që ne Mërgata mburremi me te, që për mua nuk ekziston, apo ka ndonjë arsye tjetër? Sipas asaj që unë ka marrë në përfundim në bazë të takimeve të mia me juve, arsyeja kryesore, sado hipotetike që duket, ka të bëjë me xhelozin. Dhe çfarë po mendoj kur po them xhelozin? Kur po vim na në Kosovë dhe pishohum njerëz që jetojnë në Kosovë në rrogat e vogla, por që po e bajnë një luks të madh, qoftë me vetura, qoftë me shtëpia, disi po ja kemi zili. Dhe unë mendoj se kjo inati, zilia apo xhelozia po na prek thellë në zemër dhe kjo po na çon ka lëvizja vetëvendosje. Pse po e them këtë? Sepse lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, po proklamon që ai do t'i konfiskojë të gjithë pasurinë. E ne kemi ardhur në përfundim se nëse Albin Kurti ja konfiskon pasurinë të gjithëve këtyre që jetojnë në Kosovë, pastaj na do vina dhe do shesim taraqillak këtu me veturat shtrejta që për momentin nuk po duken për shkak se ata që jetojnë në Kosovë i kanë bë veturat edhe shtëpijat më të mira se që i kemi ne atje. Prandaj, lëreni inatin anash, lëreni xhelozin anash dhe thuani stop krizës, sepse kjo është më e mira për Kosovën.